apo në kockat në kuzhinë anë fitness. Një thonje në trend viteve të fundit thotë se barkun s'ki nevojë me ushtru, se për mi pas barkun e definum, dush me qenë në përqindje shumë të vogël të vjamit. E tash sipas kësaj, çdo stërvitje e muskujve abdominal bjen se shkon poshtë, sepse me ushtru muskujt nëse ata nuk shihen. Po muskujt e barkut prap muskuj janë. E 1 deri në 2 herë në javë për çdo muskuj janë të domosdoshme për me pas progres. Veç asaj, te barku fillon gjithçka. E themelin s'bën me leonanash. Tash duhet me gjetë një farë mesi, se gabim shumë i shpesht është me ushtru barkun çdo ditë ose me anashkalu komplet. Po pra vlen ajo që për mu vrejt muskujt e barkut duhet me qenë përqindja e vogël e vjamit. E këtu hin kuzhina. Sado që i ki apps të forta për mu duke më të marrë syt, përqindja e vjamit duhet me qenë shumë e vogël. Kombinimi i të dyjave, pra i ushtrimeve dhe i ushqimit, është çka zbulon barkun. Nëse njëna mungon edhe rezultati. Ushqimi i balancum, ushtrimet me pesha, e 2 bile deri në 3 seanca ushtrime direkte të barkut, janë zgjidhja ideale për me nxjerr kockat në mënyrën më të mirë. E ti tregom në komente se sa herë në javë ushtron barkun edhe kallëzom ai ki kockat ajo. E si gjithmonë mos harro me follow Urban FM në të gjitha platformat sociale si dhe subscribe në YouTube.